Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar ndëgjues të Radios Fatih, të nderuar ndjekës të ciklit të emisioneve Biseda Ramazanit në frekuencat e Radios Fatih, ku gjendemi sërish së bashku në këtë muaj të begatë të Ramazanit me të ftuarit tonë, ku i falenderojmë për pjesëmarrjen e tyre dhe Allahu i shpërbleft për mundin që kanë marrë dhe kanë marrë përgjegjësinë që drejtohen juve me disa këshilla, me disa urtësi që në këtë muaj të begatë të Ramazanit të përfitojmë ashtu si shpirtërisht, por edhe moralisht. Dhe sot kemi të ftuar në emisionin Bisedat e Ramazanit Merisa Tula Hajdarin, studente e teologjisë, ku do të na drejtohet neve dhe do të flasim për dashurinë e Allahut ndaj njerëzve. Merisa, mirë gjeta, atëherë selam aleikum. Ju falenderoj për ftesën dhe njëherët shfrytëzoj rastin do thotë ta ceki që duke qenë se kam qenë ish medresante e medreses Mehmet Fati, për mua sot është nder edhe është privilegj që t'jem do thotë pjesë e emisionit Bisedat e Ramazanit, ku njëherën do thotë ju uroj me gjithë zemër të gjithë punonjësve, qoftë medreses të meshihatit, Allah ju shpërbleft për punën e palodhshme që e bëni, dhe po ashtu shfrytëzoj rastin do thotë që të bëj thirrje për gjithë ato prind që ndoshta kanë fëmijë do thotë që janë në dilemë se ku të regjistrojnë, ku ta bëjnë regjistrimin e radhës, atëherë mos hezitojnë edhe me plot ngul me them që ta zgjedhin medresen Mehmet Fati, sepse është padyshim do thotë një temel i fortë ku do të hidhen bazat forta do thotë që për ndërtimin personal, individual, ashtu edhe do thotë për ndërtimin e fesë. Faleminderit për këtë këshilla, faleminderit për këtë mesazh të cilit ndoshta është i nevojshëm që të përcjellet sa më shumë të brezat e ri, të prindërit, por më shumë është e nevojshëm kur del nga një ish studente e medreses Mehmet Fati, një urim i tillë neve na gëzon të maset. Meqense se jeta e njeriut është që të arrijë kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut, e shërojmë që në këtë emision të flasim po pikërisht për dashurinë e Allahut, sa është dashuria e Allahut e madhe te njerëzit, dhe pastaj të vazhdojmë dhe me pyetje tjera. Po, atëherë do thotë kur flasim për dashurinë për Zotin, shumë shpesh flasim për dashurinë që njeriu e ka ndaj Zotit, edhe flasim do thotë për format apo për mënyrat se si njeriu duhet ta dojë Zotin. Siç kemi do thotë raste nga pejgamberët, do thotë siç i dimi historitë e pejgamberëve se si e kanë dashur ato Allahu xhaleshanhu, apo kemi që nga historitë islame do thotë njerëz edhe historitë ndryshme që kanë sakrifikuar gjithçka në rrugën e Allahu xhaleshanhu, dhe kanë sakrifikuar do thotë edhe jetën nga dashuria që e kanë pas për Allahun. Mirë, po ndoshta shumë pak mendojmë, shumë rrallë mendojmë rreth asaj se sa shumë na don Allahu neve. Dashuria është cilësi hyjnore e Allahu xhaleshanhu, sepse ai e ka emërtu veten e tij, e ka cilësu veten e tij me atributet si Ar-Rahman, mëshirues, Ar-Rahim, mëshirëplot, dhe El-Wedud, ai që do dhe ai që është i dashur. Ne duam, ne si njerëz duam. Mirë, po dashuria jonë ndoshta ndonjëherë është për nevojë, për interes, për syfaqësi, do thotë kemi dashurinë ndoshta shpesh herë për ndjenjë emocionale. Mirë, po Allahu xhaleshanhu nuk ka nevojë për neve. Ai kur e do një person, kur e do me dije të plotë dhe e do me dije absolute. Dashuria e Allahu xhaleshanhu për njeriu nuk ja përngjet asnjë lloj dashurie të cilën ne e njohim. Nëse këtë duhet ta kuptojmë më thellë, kemi hadithin e Muhamedit alayhis salam, i cili thotë: Allahu është më i mëshirshëm me robën e vet se sa nëna me fëmijën e saj. Dhe tashti ne duke ditë do të thotë se sa është një nën e mëshirshme me fëmijën e saj, se sa e don një nën fëmijën e saj, se sa durim, se sa sakrificë bën ajo për te, që është në gjendje do të thotë edhe jetën me dhënë për fëmijën e saj, atëherë vetëm ta paramendojmë pak se sa e madhe është dashuria e Allahut për ne. Në një hadith tjetër, Muhamedi alayhis salam thotë: kur Allahu e don një person, e urdhëron Xhibrilin: o Xhibril, unë e dua filanin, andaj duaja edhe ti atë. Edhe e don edhe Xhibrili. Pastaj Xhibrili thret banorët e qiellit dhe thot:
o banorët e qiellit, Allahu e do filanin dhe duajni dhe ju atë. Dhe e duan edhe banorët e qiellit. Dhe tashti një person kur e don Allahu, e don Xhibrili, e duan banorët e qiejve, atëherë ajo dashuri për atë person reflekton edhe nga njerëzit në tokë. Do thotë një person që është i dashur tek Allahu xhaleshanuhu është i dashur edhe në mesin e njerëzve sepse reflekton ajo dashuri. Do thotë njerëzit e duan, si them, e ka një dashuri pa kushte apo pa interes për një person. Do thotë ju vjen natyrshëm sepse është i dashur nga Allahu xhaleshanuhu. Mashallah. Me qenë se folme për dashurinë, cilat do të jenë disa shenja të cilat njerëzit duhet që t'i njohin apo që t'i dinë kur është të rasti dashuria, që është arritur dashuria Allahu xhaleshanuhu, se në çdo moment për shembull kur bëjmë një dua, edhe e marrim përgjigjen asaj dua, e ndjejmë sepse duaja është e pranuar, por ka ndonjë detaj, ndonjë shenjë kur njerëzit mund ta dallojnë dashurinë e Allahut tek ata? Atëherë, si mund ta dallojmë dashurinë e Allahut është një pyetje e thellë, sepse ne nuk mund ta shohim do të thotë me synin tonë të lirshëm dashurinë e Allahut. Mirë po, dashuria e Allahut do të thotë reflekton në jetën tonë të përditshme, dhe atribuohet do të thotë në mënyra të ndryshme në jetën tonë. Fillimisht forma që Allahu xhaleshanuhu neve na don, apo mënyra që e vrejmë se Allahu xhaleshanuhu neve na ka dashur, është sepse Allahu na ka dashur që na ka kriju. Do thotë një shenjë dashurisë tij për neve është vetë krijimi jon. Edhe përveç që na ka kriju në formën më të përsosur, në formën më të bukur, duke na dalluar nga gjitha krijesat tjera. Thotë Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim", vërtet do të kam kriju njeriu në formën më të përsosur. Dhe tashti kjo forma më e përsosur përfshin do thotë mendjen edhe logjikën cilën ne e kemi, do thotë që jemi e vetmja krijesë Allahu xhaleshanuhu që jemi të pajisur do thotë me mendje dhe me logjikë, dhe kemi do thotë lirinë e vendimit, kemi lirinë do thotë për zgjidhje. Një formë tjetër e dashurisë që Allahu xhaleshanuhu neve na don është se nuk na ndëshkon më njëherë për mëkatet që ne bëjmë. Do thotë na pret që ne të pendohemi. Ne gabojmë për çdo ditë. Gabojmë do thotë vazhdimisht, sepse jemi të krijuar në atë mënyrë që të gabojmë. Siç e thash edhe më herët, Allahu na ka pajisur me mendje. Edhe kështu që duke ndigjuar ndonjëherë mendjen, bijmë prej epshit, bijmë prej lakmisë edhe gabojmë. Mirë po, Allahu xhaleshanuhu për ato gabime nuk na ndëshkon më njëherë, sepse esenca jonë është që të gabojmë. Mirë po, Allahu pret që për ato gabime ne të pendohemi. Edhe kështu që dënimin nuk na e jep më njëherë. Ndoshta dikush mund thojë që kam gabu diçka, edhe më njëherë më ka ardhur dënimi për atë gabim që kam bërë, po me siguri që nuk ka qenë do të thotë ai dënim për atë gabim që e ka bërë, por për një gabim ndoshta shumë të mëhershëm, por që njerëzit ndoshta nuk e mendojnë në atë mënyrë. Tregohet një histori nga Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam tregohet se ka qenë shumë mikprites, edhe ka qenë shumë bojar. Edhe sa herë që ulej do thotë që të hante ushqimin, preferonte që të merrte dike me vete, që të thirrte dike, do thotë paftohente dike si mysafir, ta gostis dike. Dhe një herë i kishte ndodhur do thotë që ta ftoi një zjarrputist. Edhe ulet që të hajë me te, mirë po kërkon nga i zjarrputisti që të filloj do thotë ushqimin me emrin e Allahut. Që do thotë siç e filloi me emrin e Allahut. Mirë po zjarrputisti e refuzon këtë gjë. Edhe Ibrahimi alayhis salam do thotë ja kërkon atij me plot ngulm që nëse dëshiron do thotë me hangër me mu, atëherë duhesh që me ba bismillah, me përdor, me fillu me emrin e Allahut. Mirë po, zjarrputisti e refuzon. Edhe kështu që Ibrahimi alayhis salam do thotë e refuzon, e ngrit nga tavolina e tij. Edhe nuk e pranon do thotë as shoqërimin me të, as nuk pranon do thotë që ta ketë më mysafir në tavolinën e tij. Dhe thuhet që Ibrahimit alayhis salam i zbret nga Allahu xhaleshanuhu, ku i thuhet që o Ibrahim, unë për 83 vite e kam prit, edhe kam prit për pendimin e tij, do thotë edhe nuk e kam dënu, e ti as për një moment do thotë për një rast që e pate nuk pritet do thotë për me fal, për me prit do thotë që ai mu kthy. Kështu që tregohet do thotë edhe me këtë kuptojmë se Allahu xhaleshanuhu neve na pret do thotë që të pendohemi, pret do thotë prej nesh që për çdo gabim cilin ne bëjmë të kthehemi nga ai me zemra do thotë të penduara. Po ashtu një shenjë tjetër i dashurisë Allahu xhaleshanuhu është se na shpërblen shumë. Do thotë ne e dim që
një vepër të mirë cilën ne e bëjmë, Allahu na shpërblen 10 fish. Mirë, po kjo nuk ndodh edhe me veprat e këqija. Do thotë një vepër të keqe cilën ne e bëjmë, Allahu neve na shkruan si një gjuna, por një vepër të mirë na shkruan si 10 vepra të mira. Do thotë kjo është një shenjë dashurisë e tij ndaj nesh, se sa është i mëshirshëm ai ndaj nesh. Do thotë që është në gjendje që veprat tona të mira ti shumë fishoj aq shumë, apo na jep mundësi do thotë që përmes veprave shumë të vogla të arrijmë shpërblime shumë të mëdha, sepse thot Muhamedi alayhis salam në një hadith, kushdo që thot në mëngjes edhe në mbrëmje subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, do t'i fshihen gjunahet qofshin ato sa shku adetit. Apo është do thot edhe hadithi tjetër ku thot kushdo që thot jam i kënaqur me Allahun për Zot, me Islamin për fe dhe me Muhamedin alayhis salam për pejgamber, Allahu do ta kënaqë atë. Apo kushdo që kërkon mbrojtje nga Allahu xhaleshanuhu prej gjitha sherrave të kësaj bote, edhe nga sherret do thotë e banorëve të qiejve, Allahu xhaleshanu do ta ruajë atë. Do thotë Allahu kërkon nga ne që ne t'i lutemi atij. Do thotë kjo është një formë e dashurisë së tij ndaj nesh, sepse kërkon nga ne që ne ta lutim atë. Do thotë nuk mërzitet me lutjen tonë ndaj tij. Dhe është, do thotë si ta them, është gjithmonë i hapur për neve. Pret do thotë që ne t'i kthehemi atij, pret do thotë që ne ta lutim atë në mënyrë që ta marrim edhe përgjigjen për lutjen cilën ne e kërkojmë. Dhe kështu që kjo është një shenjë e dashurisë e tij ndaj nesh. Po ashtu, shenjë e dashurisë se Allahu ndaj nesh janë edhe sprovat. Allah xhaleshanuhu i sprovon ato që i don. Këtë gjë besoj e kemi ndëgjuar shumë herë. Mirë po, ndoshta mund të lind pyetja nga dikush se me qenë se neve Allahu na don kaq shumë, atëherë pse na sprovon? Pse janë sprovat? Mirë po ndoshta shpesh herë nuk e mendojmë, do të thotë thellë atë arsyeën e sprovave. Ndoshta shumë herë bim do të thotë kur e logjikojmë, masi që kalojmë do të thotë për asaj periudhe kur e shikojmë do të thotë se çfarë përfitimesh kemi fillu, ndoshta shpesh herë bijem edhe ne do të thotë si në përfundim që ajo sprov ka qenë për të na ndryshu, për të na përmirësu, sepse Allahu shpesh herë do të thotë na sprovon që na mbroj do të thotë nga një gabim cilin e kishim bë. Na sprovon për na shpërbly do të thotë për durimin që jena duke bë. Na sprovon do të thotë që ta përmirësojmë veten. Ja shohim që ka shumë persona të thotë që kalojnë shumë fatkeqësi, kalojnë shumë sprova në jetë, por fal këtyre fatkeqësive, fal këtyre sprovave fillojnë namazin, fillojnë agjërimin, fillojnë do të thotë me ibadete ndryshme. Edhe kjo është do të thotë drejt për drejt është një formë që fal asaj sprove kanë arritë që të udhëzohen, do të thotë kanë arritë do të thotë që ta adhurojnë Allahun xhaleshanuhu edhe me tepër. Edhe kjo është do të thotë edhe një formë tjetër e dashurisë Allahut ndaj nesh. Dhe si përfundim, që jo e vetmja, por që duhet ta përmbyll me këtë, ta cekim me këtë, është që një formë e dashurisë së Allahut ndaj nesh është që ai neve na ka udhëzuar në këtë fe. Dhe këtu duhet ta ceki për çdo person që ndoshta tani është duke ndjek këtë video që edhe kjo dhe do ta ndjekin këtë video. Që kjo do thotë është një shenjë e dashurisë së Allahut ndaj nesh, sepse Allahu e ka përzier person që të marrë diçka nga feja, që ta ruaj fen, që do thotë si të përpiqet që ta përmirësoj veten në rrugën e tij. Do thotë shenjë e dashurisë së Allahut ndaj nesh është që ai neve na ka kriju si musliman, na ka përzier që ne do thotë ta ndjekim rrugën e tij, na ka përzier që ta falim namazin, ta agjërojmë Ramazanin, të kryejmë veprat e mira, të kryejmë do thotë adhurime dhe ibadete. Thot Allah xhaleshanuhu në Kur'an, Allahu atë që e do, ja hap zemrën e tij për Islam, kurse atë që nuk e do, ja shtrëngon zemrën e tij, athu se është ngrit në qiell. Këtë fakt e kanë vërtetuar do thotë edhe shkenca që persona do thotë që me anijet kozmike, me raketa që ngriten në sipërfaqe nga sipërfaqja e tokës, kur fillojnë drejt hapësirës, lundrojnë drejt hapësirës, zemrat e tyre fillojnë të shtrëngohen, sepse nga mungesa e mjaftueshme e ajrit. Kështu thot Allah xhaleshanuhu në Kur'an që ata që Allahu nuk ka dëshiruar me ju udhëzu, ju ka mbyll zemrat e tyre athu se janë ngrit në qiell. Thot Muhamedi alayhis salam në një hadith, thot Allahu jetën ja ka dhënë atij që e do edhe atij që nuk e do. Mirë po fen ja ka dhënë vetëm atij që e do. Do thotë kjo është një shenjë e dashurisë së Allahut ndaj nesh
që Allah xhaleshanuhu na ka udhëzuar rrugën e tij, që është duke na ka bërë të mundshme me arrit edhe këtë Ramazan që ndoshta me u shly nga gjunahet, me na jap do thot këtë mundësi që me na i shumë fishu veprat tona të mira edhe me fitu xhenetin. Kena fol për këto fjalë të bukura, biseduam për arritjen e kënaqësisë së Allahut, dashurinë e Allahut, disa shenja, por disa njerëz ndoshta në këtë moment dëshirojnë që ta vënë edhe një pyetje, si ta arrijmë dashurinë e Allahut, si ta meritojmë këtë, ka diçka që duhet bërë posaçërisht në kohët e veçanta apo disa pika që të kenë si pikë referencë në këtë video? Po, atëherë arritja e kënaqësisë së Allahut xhaleshanuhu fillimisht fillon do të thotë me ndjekjen me të pasurin shembull Muhamedit alayhis salam. Do thotë qoftë jeta e tij, qoftë praktika e tij, qoftë morali i tij, qoftë sjellja e tij, do thotë e kemi një shembull të veçantë se si duhet të jemi. Do thotë Muhamedit alayhis salam e kemi, si të them, shembullin e qartë se si duhet jemi, si duhet veprojmë, çka duhet bëjmë për të arritur kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Së dytit janë farzet apo obligimet fetare të cilat ne i kemi. Allah xhaleshanuhu i don ata të cilët i kryejnë obligimet të cilët ai na i ka dhënë, do thotë qoftë namazi, agjërimi, zekati, haxhi, do thotë veprat të cilat ne i kemi obligim me kryerjen e tyre, fitojmë kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Së treti janë veprat vullnetare të cilat ne i bëjmë. Do thotë sadakaja, një fjalë mirë, do thotë gjitha veprat të cilat ne i bëjmë vullnetarisht për të arritur kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu, për hir të Allahut, janë veprat të cilat na bëjnë që Allah xhaleshanuhu të jetë i kënaqur me neve edhe që të na duaj neve. Edhe së katërti, Allah xhaleshanuhu i don disa cilësi, do të thotë është i kënaqur me disa cilësi. Është i kënaqur me të dërueshmit, me ata që pendohen, me ata që mbështeten tek Allah xhaleshanuhu. Do thotë këtu e vëjmë re që për të arritur kënaqësinë e Allah xhaleshanuhu duhet të punojmë fort në karakterin ton, duhet të punojmë do thotë në cilësitë tona që përmirësohemi, do thotë që nga ana praktike ashtu edhe nga ana shpirtërore, do thotë që mos mjaftoj që vetëm të kryejmë do thotë obligimet si namazi, të bëjmë vepra të mira apo ngjajshëm, e të mos jemi do thotë shpirtërisht të mos jemi do thotë formuar siç duhet. Edhe së fundmi Allah xhaleshanuhu i don ata të cilët jetën e tyre si të them, e shtrojnë në duart e Allahut, do thotë janë të kënaqur me gjithçka që vjen nga Allahu, edhe gjithçka e lënë në dorën e Allahut. Do thotë qoftë e mirë, qoftë e keqe, gjithë secilin vendim apo gjithçka të cilën ato e ndjejnë, gjithë secilin breng, ja lajnë Allahun xhaleshanuhu sepse e dinë do thotë që ai është mirë për kryerje, ai e din zgjidhjen, ai e din do thotë format më të mira se si do të sillen, edhe kështu që nuk kanë breng për asnjë gjë sepse e dinë që Allahu xhaleshanuhu do t'ju ndalë ndihmë atyre. Dëshirojmë ta përfundojmë këtë emision ashtu, siç e filluam me një urim nga ju, siç ishte urimi për prindërit që t'i dërgojnë nxënësit e tyre në medresën Fati, por cili do të jetë edhe mesazhi përmbyllës në këtë emision juaj? Dash Allah xhaleshanuhu që ky Ramazan të jetë do thotë të jetë një shans i dytë për gjithë neve që të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu, që të përmirësohemi edhe që të dalim nga ky Ramazan me zemra të hapura, me zemra të pastruara, edhe që dash Allah xhaleshanuhu që këta ibadete, këta obligime fetare që tash në Ramazan mundohen me i kryen maksimum, t'i vazhdojmë edhe pas Ramazanit në këtë mënyrë. Allahu ju shpërbleft. Amin, edhe ju ashtu. Të nderuar dëgjues të radios Fati, kështu përfundojmë edhe emisionin e sotëm biseda e Ramazanit, ku bashkëbiseduesja jonë në këtë emision ishte Merisa Tula Hajdari, studente e Fakultetit të Teologjisë, por njëkohësisht ishte Ceki dhe aja ishte studente e medreses Mehmet Fati, ku patëm kënaqësinë që të bisedojmë dhe të ndajmë këto këshillat e bukura në frekuencat e radios Fati, me ndjekësit e radios Fati, por dhe me të gjithë ata të cilët do të kenë mundësi që të rishikojnë videon tonë në YouTube. Si çdo herë me ju në këtë emision isha unë Enis Hoxha dhe ky emision është prodhimi i radios Fati për vitin 2026. Ju lëm në amanetin e Allahut xhaleshanuhu dhe në mbrojtjen e tij dhe bashkë mirë ndëgjofshim.